Shpesh herë në mëngjes, kur liçeni zgjohet ngadalë dhe qetësia thyhet vetëm nga flatrat e shpendëve, Ridvan Sokoli është aty për të fotografuar botën e egër. Pasioni për fotografinë ka fillesat që në fëmijëri, ndërsa dashuria për natyrën dhe veçanërisht për shpendët e ka shndruar prej më shumë se 15 vitesh liçenin e Shkodrës në studion e tij. Daja Muhamet Boriçi më merrte me veti tek laboratori që quajt atëherë Foto Marubi, ku më shpjegote proceset e larjes filmit, larjes fotografisë, të teknologjisë analoge. Për fotografinë e botës egër, përsëri lidhet unë isha antar profesus në bordin e menaxhimit të përbashkët të liçenit Shkodrës, Shqipëri Malezi, dhe aty u zbulu një sipar shumë i madh i teatrit natyror, domethënë, të botës egër të liçenit Shkodrës. Përmes objektivit ai ka realizuar me qindra fotografi që zbulon një realitet të padukshëm për syrin e zakonshëm. Fotografimi i shpendëve kërkon durim, por për Ridvanin çdo moment pritjeje shpërblehet kur arrin të fiksojë në një kornisë lirinë e fluturimit. Si foto të veçanta unë konsideroj fotografimin e shqiponjës Golden Eagle, Osprey, shqiponja peshngrënëse, edhe Falco Pellegrin, që është një nga shpend më të shpejt në gjithë globin tonë, që i kem fotografuar në liçenin e Shkodrës. Kurse si foto e veçantë ka qenë disa vite përpara, ka qenë fotografimi i gjarprit ujit duke kullofitur një sharmak, peshkun sharmak të liçenit e Shkodrës. Pjesëtari një grupi fotografësh të botës së egër, Ridvani thotë se pasioni i tyre është edhe një mision ndërgjegjësues për mbrojtjen e natyrës. Shumë e rëndësishme është edhe grupi jon, Shkodra Wildlife Photography, që përbahet nga profesor Ilir Hebovia, edhe profesor Deni Kulçini. Ne kena realizuar si foto specie të llojit të liçenit Shkodrës nga 283. Ne kemi realizuar rreth 170 vetëm në liçenin e Shkodrës. Së fundmi Ridvani është shpallur fitues i çmimit të parë në një konkurs mbar kombëtar fotografie që sjell në vëmendje bukuritë e natyrës shqiptare. Për te vlerësimeve, ai thotë se çdo fotografi është më shumë se një imazh, është një dëshmi e jetës që duhet të ruajtur.